Këtë të shtunë u zhvillua protesta e 28 kundër qeverisë. Ashtu si në ditët e tjera, qytetarët janë mbledhur fillimisht në sheshin Skënderbej, ku nisën më pas marshimin drejt bulevardit Dëshmorët e Kombit. Me pankarta, banderola dhe flamuj kuqezi në duar, protestuesit bën thirrje për ndërheqjen e kryeministrit Edi Rama. Në protestën e kësaj të shtunë raportohet se morën pjesë dhe shqiptarë të diasporës. Prej ditësh ata kanë bërë të njohura një sër kërkesash që kërkojnë ndërheqjen e qeverisë aktuale, krijimin e një qeverie teknike dhe anulimin e disa ligjeve që sipas tyre prekin interesat kombëtare dhe ndikojnë keq në mjedis. Me pankarta në duar, protestuesit vijuan me thirrjet Rama jep ndërheqjen, Rama burg, Berisha burg, Edi Rama përgjigjes kryesor për sabotimin e turizmit. Kujtojmë se protestat e tilla janë zhvilluar në disa qytete të Shqipërisë, por dhe jashtë kufive kudo ku jetojnë shqiptar. Ndërkohë në këto tubime nuk mungojnë as thirrjet dhe mesazhet kundër të gjithë klasës politike. Gjatë protestës, pjesëmarrësit shfaqen në fasadën e kryeministrisë me anë të një videoprojektori, një video të gjeneruar me inteligjencë artificiale ku paraqiten në mënyrë satirike ministra Djella duke njoftuar ndërheqjen dhe duke i bërë thirrje kryeministrit Edi Rama të veprojë njësoj. Videoja ishte pjesë e mesazheve simbolike të protestuesve dhe nuk paraqiste një deklaratë reale. Për shkak të skandalit të Zvërnecit, deklaroj ndërheqjen time të parevokueshme nga qeveria shqiptare. Rada juaj, kryeministër. Një nga protestuesit në tubimin para kryeministrisë ka njoftuar ngritjen e një kuvendi kombëtar qytetar. Protestuesi u shpreh se po punohet për ta bërë këtë dhe se numri i antarëve të këtij kuvendi do të jetë jo më pak se 300. Ai shtoi se këta antar duhet të marrin përqimin e qytetarëve në protestë. Ndër të tjera bëri thirrje për mosdorëzim dhe vijim të protestës. Në përfundim, organizatorët kanë bërë të qartë se nuk do të ketë tërheqje. Tubimet dhe marshimet në formë kolone në akset kryesore të kryeqytetit do të vazhdojnë çdo ditë në orën 19 deri në përmbushjen e plotë të gjitha kërkesave të paraqitura.